Përshëndetje miq, sot ju kam sjell recetën e trileçes. Për këtë recetë na duhen 6 vezë ambienti, jo nga frigoriferi. Do shtojmë 6 lugë sheqer dhe do i përziejmë shumë mirë me rakse elektrike derisa të bëhet krem. Pasi masa është bërë kremoze, do shtojmë 6 lugë miell. Mielli duhet shtuar ngadalë, duke trazuar her pas here me tel dore, jo me rakse elektrike, pasi bie volumi. Do shtojmë një pustim fryrës dhe 2 lugë niseshte. Shtojmë pandispanjën te tava, në tavë kam shtruar një letër për pjekje që të mos ngjitet dhe kam pjekur në furrë në 180 gradë për 45 minuta. Tava duhet të jetë 30 cm. Për qumshat na duhen 500 ml qumësh pana për ëmbëlsirë, 200 g qumësht panda ose qumësht i kondensuar dhe 60 ml qumësht lope. Pandispanja duhet të jetë e ftohtë, është shumë e rëndësishme, më pas hedhim qumshin. Do shtojmë 300 g karamel, do e përhapim shumë mirë si për trileçes dhe do e lëm për 8 orë në frigorifer. Trileçen është e rëndësishme që duhet ta presim përpara se ta futim në frigorifer. Kjo ishte receta e trileçes. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Ju uroj një ditë të bukur.